Ekonomia në vendin tonë përgjatë 2-3 mujorëve të parë të vitit pati një performancë pozitive që u stimulua nga rritja e ardhurave në sektorët kryesor të saj. Ndërkohë, produkti i brendshëm bruto në terma real në 3 mujorin e tretë të vitit 2025 vlerësohet me rritje në 3.75% në krahasim me 3 mujorin e tretë të vitit 2024. Kontributin më të madh ka dhënë administrata publike dhe tregtia, akomodimi e shërbimi ushqimor, ndërkohë bujqësia dhe industria patën një ndikim negativ. Më konkretisht, administrata publike, arsimit dhe shëndetësia kontriboi me 1.68%, ndërsa tregtia, transporti, akomodimi dhe shërbimi ushqimor me 0.62%. Një kontribut pozitiv dhanë edhe aktivitete pasurive të paluajshme me 0.50% dhe ndërtimi me 0.48%, ndërkohë bujqësia dhe industria vijojnë me kontribute negative. Nëse do të flisim për ecurinë e aktiviteteve kryesore të ekonomisë për 3 mujorin e tretë të vitit aktual krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024, shohim se administrata publike, arsimit dhe shëndetësia shënoi rritjen më të lartë prej 15%, i ndjekur nga aktiviteti pasurive të paluajshme me një rritje prej 10.55%. Grupi informacioni dhe komunikacioni shënoi rritje prej 10.40%, aktiviteti ndërtimit 4.75%, grupi aktiviteteve art, argëtim dhe çlodhje shënoi rritje prej 4.13%. Grupi informacioni dhe komunikacioni shënoi rritje prej 10.40%, aktiviteti i ndërtimit shënoi rritje prej 4.75%, ndërsa grupi aktiviteteve art, argëtim dhe çlodhje shënoi rritje prej 4.13%. Një rritje më të moderuar në fakt ka shënuar grupi tregti, transport, akomodim dhe shërbim ushqimor me 2.62%. Grupi aktivitete profesionale dhe shërbime administrative u rrit me 2.11% dhe grupi aktivitete financiare dhe të sigurimit shënoi një rritje prej 0.65%. Nga ana tjetër, grupi aktiviteteve industri, energji dhe ujë shënua në rënje prej 4.75% dhe bujqësia, pyetje dhe peshkimi ul me 1.73%. Ndër të tjera, treguesi i produktit të brendshëm bruto i përshtatur sezonalisht në 3 mujorin e tretë të vitit aktual, krahasuar me 3 mujorin e dytë, vlerësohet me rritje prej 1.09%.